Një ngjarje e rëndë ndodhi ditën e djeshme në Durrës, ku si pasojë e një përplasje me makinë humbën jetën 2 fëmijë dhe një tjetër ndodhet në spital. Ngjarja ka tronditur komunitetin në Durrës, por edhe mbar Shqipërinë dhe le të themi ka bërë që të nisen reflektimet e para mbi mënyrën se si duhet që ne të sillemi me sigurinë, qoftë në rrugë, por edhe me sigurinë në përgjithësi në Shqipëri. Për të folur mbi rrethanat e ngjarjes dhe çfarë masash duhet marrë për këtë ngjarje mjaft të rëndë, kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin Eduard Mullaraj. Zoti Mullaraj, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve që na jepni mundësinë. Zoti Mullaraj, mund ta flisni pak për ngjarjen dhe çfarë po ndodh realisht në Shqipëri? Atëre, nëse flasim si prind, në momentin e parë kur dy ëngjëj tashme kanë ndruar jetë dhe sot familje e tyre kanë hapur motorin dhe për t'i përcjell për në qiell dy ëngjëjt, është një tragjedi mjaft e rëndë. Nëse flasim në anën ligjore, pastaj ka tjetër këndvështrimi. Duke folur njerëz si prind ku disa fëmijë të vegjël për të kaluar kohën e lirë të tyre lozin në pamundësi për të pasur kënd e lojrash në ambientet ku ata jetojnë për shkak të një korrupsioni dhe një paaftësie të njësive administrative që i kanë reduktuar në maksimum këndet e lojrave për fëmijët, detyrojnë që këta fëmijë të lozin në trotuaret pranë banesave të shtëpisë tyre për të kaluar atë kohën e lirë dhe për të futur në atë botën e tyre të brendshme si fëmijë të vegjël të mitur, për t'u argëtuar dhe për të vajtur pastaj pranë familjes. Në këto momente ku këta po lozin për të kaluar atë kohën e lirë të tyre, fatkeqësisht dhe tragjikisht kalon një mjet i cili pasi kishte konsumuar shumë lëndë narkotike dhe alkool, arrin që t'i marri përpara 3 fëmijë të vegjël, duke i përplasur ata dhe duke i shkaktuar vdekjen e parakohshme këtyre fëmijëve të vegjël dhe duke u prerë të gjithë ëndrat e jetës në mes. Tragjedia është mjaft e rëndë sepse e para në ato rrugë atje nuk ka as harxhat për t'i mbrojtur këta fëmijë në trotuaret ku ata lëvizin. E dyta ka të bëjë me mungesën e një sinjalistike, e treta ka të bëjë sepse të gjithë banorët kanë qenë të shqetësuar mbi përdorimin e drejtuesve të mjeteve në këto kushte të cilët lëvizin me një shpejtësi jashtë kontrollit atje dhe e fundit fare pastaj një pjesë e këtyre banorëve të kësaj qendre të banuar janë ankuar posaçërisht për këtë drejtues mjeti i cili lëvizte në mënyrë të vazhdueshme me mjetin e tij me shpejtësi në ato rrugë. Deri si duket atij i ishte shkruar dita që duhet merrte edhe 2 fëmijë të mitur, pastaj të përfundonte mbrapa hekurave për mos me dalë më. Por humbja e 2 ëngjëve dhe është një këmban alarmi për njësitë administrative në veçanti, të cilët kanë reduktuar në masën maksimale këndet e lojrave. Nuk shikojnë akoma se ku do argëtohen këta fëmijë të vegjël pasi marrin shkollat. Nuk ka asnjë qendër edukimi për këta fëmijë të vegjël. Dhe e vetmja mundësi që këta kanë të lozin pranë trotuarit të shtëpisë tyre me qëllim që mos largohen nga banesa e tyre. Tragjedia shtohet edhe më tepër dhimbja kur shikon që njëra nga familjet kishte njëri nga ata të 2 ëngjëj që humbi jetën,
kishte edhe pritin e tij të smur me një nga smundjet e pashërueshme, i cili kur erdhi sot në Shqipëri, këtë vajtonin më përpara të vajtonin fëmijën apo vajtonin kryetaren e familjes, i cili dhe ai ishte me një smundje pashërueshme. Tragjedia shumë e rëndë. Rrugët janë shumë të rrezikshme. Karaxhata rrugës nuk ka për t'i mbrojtur këta fëmijë. Shpejtësia, korrupsioni, mungesa e një studimi për të mbrojtur fëmijët në rrugë, mungesa e një sinjalistike dhe një edukimi për të gjithë drejtuesit e mjeteve, të gjitha këto mungojnë tashmë sot në vendin tonë. Tragjedia e cila tashmë ne jemi mësuar me tragjedi të rënda të këtyre fëmijëve, të humbjes jetës të këtyre fëmijëve, por dhe për shkelje dhe për përplasje të qytetarëve tek vijat e bardha, vërteton mjaft mirë për një korrupsion edhe në nivelet e policisë rrugore, të komisariatëve të policisë, por edhe më tej ke qarkullimi, sepse dhënia e lejes së drejtimit mjetit për një shtetas i cili nuk njeh mirë të gjithë sinjalistikën rrugore, ose i hiqet leja e drejtimit, i kufizohet për një periudhë caktuar sepse ka përdorur alkool gjatë drejtimit mjetit, nuk dihet se çfarë masash janë marrë për edukimin e këtij shtetasi, ose për të parë dosjen e këtij se si ky mund të jetë riedukuar përsëri për të hequr, për të eliminuar veshin e përdorimit të alkoolit. Nëse do t'i referohemi vetëm këtij momenti, do shohim se ky shtetas ishte e hequr 2 herë leja e drejtimit mjetit, vetëm për përdorim alkooli. Dhe 2 herë ky e kishte rifituar të drejtë, gjë që në një vend të Bashkimit Evropian nuk mundet që ta marrësh më lejen e drejtimit mjetit. Nuk mund ta marrësh më sepse ti je i padenj për të drejtuar një mjet kur je përdorues mjeti. E dyta. E treta, do thosha që guximi që marrin shumë drejtues mjeti për ta drejtuar mjetin duke konsumuar lëndë alkoolike është mjaft e rëndë. Është mjaft e rëndë dhe është vrasare, sepse mjeti të bret. Mjeti që drejton, nëse ke përdorur lëndë alkoolike, ai është i destinuar që o të bëjë një aksident, ose të prishi një mjet, ose të shtypi një jetë njeriu. Të gjitha këto janë mjaft të rënda në shoqërinë tonë, por këtu tek ne mungojnë shumë element, do të thosha dhe duhet filluar që nga aja. Ne nuk kemi rrugë të kategorisë A. Ne nuk na mungojnë rrugët e kategorisë B. Neve na mungojnë inxhinier, na mungojnë arkitekt për ndërtimin e rrugëve, për masat parandaluese, për sinjalistikat që duhen vendosur dhe për kufizimin e shpejtësive, tabelat e kufizimit të shpejtësive të mjeteve që dalin në rrugë, të cilat për arsye nga më ndryshmet shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Dhe masat që i jepen për këtë shkelje nuk është se e frenojnë shtetasi, nuk është se e frenojnë të përdorues mjeti, sado të ashpra të jenë ato. Nëse ka korrupsion brenda, nëse ka mungesë zhvillimi dhe edukimi brenda në këtë grup shoqëror njerëzish, do thosha që janë të pamundura gjithë to masa që mund të shtrëngohen për të parandaluar sadopak aksidentet të rrugë. Ne shohim që statistikat e aksidenteve në rrugë janë mjaft të rënda. Janë mjaft të rënda ku mesatarja e këtyre aksidenteve në rrugë është mbi 100. Pra, duke thënë mbi 100 në muaj, do thotë që
është mjaft alarmante. Por askush nuk e vë ujë zjarr, askush nuk bën analiza të thella për të parandaluar sadopak dëmtimin e jetës së njerëzve, sepse dhe ai që dëmtohet që vete në spital për një frakturë, për një përplasje, dhe ai është pjesë e për të gjitha këto ne nuk kemi asnjë analizë të mirëfillt nga njësitë administrative, nga organet shtetërore dhe më lart duke filluar dhe tek parlamenti pasaj. Mungesa e këtyre rrugëve sjell korrupsion, mungesa e këtyre rrugëve vërteton mjaft mirë për një dhe për një mungesë edukate të drejtuesve të mjeteve të cilë lëvizin në këto rrugë, sidomos në qendrat e banuara me një shpejtësi maramëndse. Nuk e di ku e gjeti atë forcë, atë mundësi dhe atë aftësi ky drejtues mjeti që duke qenë i dehur të drejtonte një mjet me kubik të madh dhe të përplasë këta fëmijë duke i prerë jetën në mes dy ëngjëve. Pra, për këtë nuk mjafton vetëm ajo masë administrative që u mor sot nga organet e policisë për shkarkimin e një pjesë të drejtuesve të këtyre mjeteve. Do thosha nuk mjafton ajo sepse ajo sadopak e parandalon për nesër ne do të shohim përsëri që shpejtësia e drejtuesve të mjeteve në zonat e banuara përsëri do të vazhdojë me atë intensitet dhe me atë mundësi që ata janë mësuar për të drejtuar mjetin. Ne na duhet parë, na duhet që të ndërtojmë rrugët, për ndërtuar rrugët e klasës të A, klasën B, ne na duhet patjetër që të kemi një grup ekspertësh, qofshin këta inxhinier rrugësh dhe arkitektë të rrugës. Them arkitektë sepse shohim që shumë rrugë nuk kanë një studim të mirëfillt për vendosjen qoftë tabelë si fizike, qoftë edhe për mundësinë e shfrytjes që këto kanë. Dhe duke ardhur nga një rrugë ku është mjaft e ngarkuar, shoferi do të kërkojë, ky drejtues mjeti do të kërkojë që të fitoj kohë në humbur dhe të nxitojë ose të shkeli një pjesë të kodit rrugor duke ecur në qendër e banuar. Kjo pastaj e ndëshkon dhe sjell atë tragjedi fatale për humbje jetë njerëzish ose dhe më tutje pasaj, siç ndodhi kjo e djeshmja. Pra, ne na duhet në radhë parë një analizë e mirëfillt me këmbë në tokë, me ekspert të mirëfillt për ndërtimin e rrugëve, për parandalimin dhe për vendosjen e karagjathave rrugëve, për të mbrojtur fëmijët, për të mbrojtur të gjithë qytetarët që kalojnë trotuar. Dhe sinjalistika duhet të jetë funksionale për të gjitha lëvizjet e mjeteve motorike dhe atyre që janë gjysmë motorike dhe për to motobicikletat dhe bicikletat që sot po përdoren në masë nga njerëzit të cilët nuk dinë, nuk kanë marrë lejen e drejtimit për motorin, po drejtojnë një mjet me shpejtësi të madhe. Avokat, a mendoni që është koha që të ketë ndryshime ligjore lidhur me shoferët të cilët konsumojnë, le të themi, pije alkolike apo dhe lëndë të tjera narkotike? Shikon, ne po të shohim, ne jemi gjatë gjithë ditës jemi rrugëve dhe shikojmë që qytetarët përdorin përveç lëndëve alkolike, përdorin dhe telefonin, e cila është në masë. Përdorimi i telefonit. Këto dy element janë mjaft të rëndësishëm që duhen parandaluar një orë më parë, po kjo ka të bëjë që me edukimin që kur ky fillon shkollën ose kursin për drejtimin e mjetit, që aty duhet bërë një forcë ose një këmbgulje nga instruktori për mos përdorimin e lëndëve
alkoolike dhe për parandalimin e përdorimit të telefonit. Sado që ne t'i shtrëngojmë elementet administrative, që janë masat ndëshkuese dhe shtrënguese për drejtuesit e mjeteve. Përsëri ne do të shohim që sado që shtrëngohet përsëri do ketë edhe korrupsion brenda, për dhënien e këtyre lejeve, për mosheqjen e këtyre lejeve, pra çdo gjë do bie në kurriz të qytetarëve, sesa do bjen për vendosje e rregullt. Unë do të thosha që vendosja e rregullt ka të bëjë me disa elementë që janë ndërtimi i rrugëve të kategorisë sipas qyteteve, sinjalistika, vendosja e karroxhatave, vizimi i rrugëve brenda qytetit dhe jashtë qytetit, dhe pastaj edukimi i këtyre drejtuesve të mjeteve, duke i kontrolluar dhe duke i ndëshkuar këta. Mirë po, dhe ndëshkimi i këtyre, ne nuk kemi planifikuar që masi e ndëshkojmë tën, duhet të edukojmë përsëri këtë drejtues mjeti, i cili mund ta marrë përsëri lejnë e drejtimit mjeti. Atëherë, ne nuk kemi parashikuar se ku duhet edukohet ky drejtues mjeti, si duhet edukohet ky drejtues mjeti me qëllim që mos ta përdorim më vesin e tij të përdorimit të lëndëve narkotike ose alkoolike ose të telefonit gjatë drejtimit të mjetit. Pra, nëse ne e çojmë në një shkollë ose gjatë periudhës që ky i është hequr leja e drejtimit mjetit, në këto momente neve e ndalojmë të, ose e çojmë në një kurs që ky të mësoj, të lexoj, të studioj, me qëllim që t'i ngolitet mirë në mendje se çdo thotë të jesh në profesion e drejtuesit mjetit, atëherë do të ketë mundësi që ky të edukohet edhe një herë për sa i përket profesionit të drejtimit mjetit dhe të marri pasaj të ketë mundësi që të marri lejnë e drejtimit mjetit. Pra, ne ja heqim për një vit drejtimin, lejnë e drejtimit mjetit, për gjatë këtij viti ne këtë drejtues mjeti nuk kemi asnjë legjislacion, kemi vakum në mungesën e një edukimi të këtij personi. Pra e kemi lënë të lirë të person që të bëjë çfarë dojë, nuk e kemi mbikëqyrur asnjëherë, dhe policia nuk e mbikëqyr asnjëherë, qoftë policia i qarkullimit rrugor, qoftë policia e rend, nuk e mbikëqyr të që ky shtetas të cilit i është hequr leja e drejtimit mjetit, pa ta mbikëqyrim një herë, çfarë a vazhdon të konsumoj përsëri lëndën alkoolike apo jo? Ne këto i kemi në vakum, i kemi të pa planifikuara në programin tonë, dhe kështu që përsëri ky e merr drejtimin e mjetit, lejnë e drejtimit mjetit, dhe del në rrugë dhe bën aksidentin, dhe mbasi bën aksidentin, largohet përsëri nga vendi i ngjarjes, ose për gjetur një mundësi korrupsioni pastaj për ta rimarrë përsëri të lejet të drejtimit mjetit dhe për ta zbutur sadopak atë goditje që i ka dhënë shoqërisë me humbjen e jetës njerëzve ose me dëmtimin e mjeteve motorike. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.